Ibn Sina bëri një eksperiment dhe vendosi 2 qengja në kafaze të veçanta. Qengjat ishin të së njëjtës moshë dhe peshë, dhe ushqeheshin me të njëjtin ushqim, duke u zhvilluar në kushte të njëjta. Megjithatë, në të njëjtën kohë, kishte një ujk në kafazin e tretë. Vetëm njëri prej qengjave mund ta shihte ujkun, ndërsa tjetri jo. Pas disa muajsh qengji që shihte ujkun ishte i shqetësuar, nervoz dhe nuk zhvillohej mirë. Edhe pse ujku nuk i bënte asgjë, frika dhe stresi që përjetonte qengjia do bësuan aq shumë, sa përfundimisht ngordhi para kohë. Ndërsa qengji që nuk e shihte ujkun ishte i qetë dhe zhvillohej mirë, duke shtuar peshë në mënyrë të shëndetshme. Me këtë eksperiment, vërtetoi ndikimin e madh që shëndeti mendor ka mbi shëndetin fizik dhe efektet pozitive apo negative që vijnë prej tij. Asgjë nuk mund të dëmtojë njeriu më shumë se sa ankthi dhe stresi i panevojshëm, një ajet që duhet ta kujtojmë gjithmonë. Dhe kushdo që mbështetet te Allahu, ai i mjafton atij.